أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, I cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërofyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatat tona për zemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Xhamati nderuam, Allahu Gjeleshanuhu na urdhënon për drejtësi. Allahu Gjeleshanuhu na urdhënon të jemi të drejtë në çdo situatë. Ta mbajmë drejtësinë se në bazë të drejtësisë Allahu Gjeleshanuhu bën që të ketë bereqet jeta e njerëzve mbi tokë. Në moment kur humbet drejtësia, nuk na kryen punë ibadeti që e bëjmë. Nëse ne mendojmë se do bëjmë ibadet, do falmi, do agjërojmë, ama nuk e mbajmë drejtësinë, fajde dhe hajër prej atij ibadeti nuk kemi. Dhe kur jemi te drejtësia, njeriu duhet ta thotë hakin, duhet ta thotë të vërtetën, qoftë ajo edhe kundër vetvetes. Se shpesh njerëzit në rast e gjykimeve anojnë nga ana e ndonjë familjarit dhe shkelen mbi drejtësinë. Nuk e mban drejtësinë, nuk e fol hakin, po shikon t'ja boje hatrin dikujt për cilin ka hatër. Dhe kjo nuk është në rregull. Dhe secili prej neve ndoshta ndonjëherë në jetë na bie që gjykojmë në mes dikujt. Nuk është gjykatës vetëm gjykatësi në gjyq. Nuk është vetëm ai që gjykon në mes njerëzve. Ndonjëherë edhe ne gjykojmë në mes njerëzve. Ndonjëherë hoxha gjykon në mes njerëzve. Ndonjëherë baba gjykon në mes fëmijëve të vet. Ndonjëherë shoku gjykon në mes shokëve të vet. Pra në çdo situatë ka mundësi të paraqitet nevoja që të lypet mendimi jo të dash në mes dy njerëzve, se kush është në drejt. Ti cilin do t'ja mbajsh anën, a do t'a mbajsh anën e drejtësisë, apo do t'a mbajsh anën e personit me cilin e kije ma afër zemre. Dhe këtu do të vrehet se sa I përkushtuam në dinin e Allahut ije. Ne kemi rasten nga jeta e pejgamberëve, të cilët gjithashtu si njerëz të zgjedhët të Zotit, edhe ata kanë gjykuar në mes njerëzve. Pejgamberët e Allahut çdo herë njerëzit I kanë marrë si referencë për problemet e tyre. Çdo herë kur kanë pas konteste në mes veti, janë referuar dhe janë drejtuar te pejgamberët. Kanë shku te pejgamberët dhe kanë lyp mendimin se si të zgjidhet një problem I caktuar. Po a kanë qenë çdo herë njerëzit kënaqur me gjykimin e pejgamberëve? Jo. Pse? Se çdo herë njeriu ka qef ai dalën drejt. Ai nuk e shikon a është në drejt ajo. Ai ka qef ti thush ti je në drejt. Dhe njëherë u thirr pejgamberi alayhis salam që gjykoje në mes Zubairit dhe një sahabiu tjetër. Dhe pejgamberi alayhis salam gjykoi në favor të Zubairit radiallahu anhu. Dhe ai sahabiu tjetër, ai personi tjetër u revoltu. Tha ja Resulullah, tha a jam ba anën pse e kije të hallës tande? E kije familjar dhe jam ban anën? Po pejgamberi alayhis salam këtë rast u nervozu. I mbet hatri dhe tha o Zubair, tha ujtë e tokën deri sa të mbushet mirë me ujë, e pastaj lëshoja këtij kojshit që edhe kita ujtë. Pra, kitë dëshiron edhe pse dite se ujë kalon në fillim ka Zubairi, e pastaj vin te ki,
Ki dëshironte që pejgamberi alayhis salam këtij t'ia bëje qefi. Por jo, pejgamberi alayhis salam gjykoi me drejtësi. Dhe këtu duhet ta kuptojmë një gjë. Shpesh ndonjëherë njerëzit tonë kur kanë probleme, ndodh ajo ose në raste ndamje, dahet një djalë prej një vajze, shka e prishin martesën, ose dy persona, dy kujshi kanë problem, ose dy ortak, ose dy shok, kanë ndonjë problem, kanë ndonjë bela, kanë ndonjë fesat, dhe ta shëthirin dikandin që ndihmoje ta zgjidhin problemin. Hajde hoxhë ose duhet dahën. A e thirë hoxhën? Po. E tash kur ta thirish, duhet edhe t'ja ngjojsh fjalën. Në xhamat e thirim hoxhën, e thirim një plak më të vjetër që i shkon fjala, e thirim një njeri që njerëzit ja kanë hatrin, e kur vin, nuk ja ngjojmë fjalën. Nuk e ngjojmë, pse? Se kur të dajaj, ne kemi qef ajt krehe ka ne, që ne dilna në drejt. Po në moment kur nuk gjykonaj ka ne, nuk dalim në drejt, a jo gabimi jeti, se ki e mirë. Edhe tash i dhnohet me hoxhën. Pse se nuk ka gjyku si pas mendimit ati? Pse atë nuk e qiti drejt? Xhamat, hoxhën kur ta thirish, ai nuk vin të nxjerrë ty në drejt. Ai do vije që ta nxjerrë të vërtetën drejt. E mund të vërteta t'jese me ty, po mund t'jese edhe me atë kundërshtarin tënd. Prandaj mos prit hoxha të vije të ta bëje qefin. Kur thirish hoxhën, do t'i ngjojsh fjalën hoxhës. Një rast thirrën në një ndamje, hoxha hajde se duhet ta dajmë djalin prej një gruajes të vetë të cilën e kishe, e kam prish martesën, hajde hoxha t'i dajmë. Dhe tash kur ti i tregon se si duhet bëhet, ja hoxha dhe çojmë me gjyq. Shko me gjyq atër, pse më thirrën mu? Pse thirrën hoxhën kote kote? Tash ki e qef t'ki shkon, si pas teje, do të shkoja i qefi jot në vend, dal shtin drejt, a hoxha i mirë. Ama kur nuk del tin drejt, a hoxha nuk e di, hoxha s'krehen ka tjetri. Jo xhamat, njani dhe dalin drejt. Ne e dim se krejt kanë qef dalin drejt. Kur ka dhe një problem në mes dy palve, si cili ka qef dalin drejt. Kërkush nuk dën dale gabim, ama tu din nuk mundën dalen drejt. E prandaj kur të vije dikush të vatani jot në shpinë tënde, në konakin tënde dhe të ta daje drejtsin, nuk do thotë se pa qetër ti të dalsh në drejt. Po e drejta duhet dale drejt si është, jo ty si të kuvendon. Se sot shumë problem është mesin e njerëzve, thirin hoxhallar për t'i pajtu, thirin hoxhallar për t'i drejtu, ama hoxha kur i kallzon se si duhet, ati i mbet hatri, ai i dhnohet, dhe ka raste pastaj ti shkon harxhon 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë ti pajtojsh që ti afrosh, edhe në fund ai do pajtohet, ama me hoxhën do i dhnohet. Pse? Se nuk ka dal fjala e këtij në vend. Po pse e thirr hoxhën atë? Unë kom kot hupi që të vi 5 ditë, 6 ditë me ty, edhe në fund ti ti dhnohesh, për çfarë arsye? Çka të ka bë hoxha? Hoxha ta ka prish një qahina. A hoxha të ka qut të hinsh fesat me kojshina? Çfarë fajt ka hoxha? Hoxha vetëm ka ardhur ka kallzuar si është e drejta. Pse s'ku vendon e drejta? Është problemi jot, nuk o problemi hoxhës. Ama ne kina qef hoxha neve të na çesën drejt. Shkon hoxha ti pajtoje, i dhnohet me hoxha. Shkon hoxha ti qese sendën Terezi, nesër s'folën. Bim bela me ty, po pse të bish bela me tjetër? Tash hoxha ka ardhur pajtoja, po të marrë belate dikujt. E mase, thirin valla hoxhallarët e zvin, po normal se zvin. A është budal hoxha të vijen dhe t'je fesat për dikandina? Vin hoxha ta kallzon, si janë gjon fjallën. Thot hoxha kështu, ti shkon kontra. Pse të vije hoxha të hupe kohëtër? Pse hoxhallarët duhet të vin të humbi kohën, kur ti se ngon hoxhën çka të thot me xhlisati? Dhe kjo është një problematikë se ne kemi qef dalim në drejt, jo e vërteta dale në pa. Po ne si themi, po kjo tradit nuk është tradit islam. Pra, pejgamberët e Allahut kanë gjyku me drejtësi, pa marrë parasysh a i bohet qefi njanit as i bohet. Po ashtu, njeriu të cilin e thirim që ta mbaje drejtësin, që e thirim për ta dajt drejtën, që e thirim për ta bo ndarjen e drejtësis, duhet ta zgjedhim një njerit devotshëm.
Allahu Gjeleshanu në Kur'an në e bje shembull Davudin a.s. I cili duke lexu dhe duke boj ibadet me librin e shenjtë Allahut, Zeburin, në atë moment Allahu Gjeleshanu ja dërgoj 2 melek, dhe këto 2 melek kishin marrë trup njeriut, dhe kur hinte Davudi a.s. ai nuk I dinte se kush janë. Dhe në atë vendin, në atë faltorën e vetë Davudi a.s. kur bënte ibadet, nuk kish qef dikush t'hije t'a pengoje. Por çfarë ndodhi? Ata hinë dhe në atë moment Davudi a.s. ndiu një lloj frike. U habit ka hijen këto njerëzi. Pra e shohëm se gjykatësi duhet jetë se njeri lidhet me Allahun. Ai që gjykon mes njerëzve duhet jetë se njeri që e beson Allahun dhe është I lidhet me Allahun Gjeleshanhu. Se për ndryshe një njeri që s'ka frikë Allahun, ai nuk e dan drejt punën. Ai që nuk ka frikë Allahun, ai nuk dan me drejtësi. Ati mbushja xhepin pak më njerë kthen ka ti. Ai që e do drejtësin nuk e shikon se kush I e pare, nuk I shikon kush ja mbush xhepin, po shikon ku është e vërteta. A njeriu që nuk e beson Allahun dhe nuk ka frikë Allahi, ai e dan të vërtetën në bazë kush I jep më shumë, si sot që I shohëm si funksionojnë gjykatët. E shohëm në Maqedoni, do të thotë mas shumë ti që është e korruptume është gjyqësia. Gjyqësia është më e korruptuar në Maqedoni. E tash, a mund të preç drejtësi në një gjyq ku shumica aty në njerëzve që janë aty janë të korruptuar? Që pret sa pare djape dikush e nuk sheh, a është në drejt ajo? Njeri kriminal vetëm se I e pare e qesin drejt. Njeri pafajshëm vetëm se s'ka pare e shtin burg. E pa që kjo është drejtësia, që kjo është liqja. E kjo nuk o drejtësi. Prandaj, njeriu duhet jetë se I lidhet me Allahun. Këto 2 melek shkuan që të lypin gjykim nga Davudi a.s. Po Davudi a.s. kur e gjetën ishte duke boj ibadet, që do të thote lype njeriu e devotshëm që të gjeje qare, e jo të secili se I korruptumi nuk e folën drejtën. Po ashtu, një element tjetër që e shohëm në këtë skenën e Davudit a.s. është se kur hynë të 2 melek në trup të njeriu që nuk I njohu Davudi a.s. Kur hynë brenda Davudi a.s. u friksu. Dhe ata I thanë gjykon në mes neve. Njani e kish pas një dele, ki qetri 99. Dhe kiçka e kish pas 99, I kish thonë ma e që ketë një t'i bëjnë 100. Dhe kjo ishte arsyeja që shkuën këta të Davudi a.s. Dhe Davudi a.s. gjykoj në favor të këtij që e kish një dele, po nuk e ngjoj këtë tjetrin. Dhe nga kjo çfarë kuptojmë? Ai që gjykon mes njerëzve nuk duhet të kese stres psikologjik nga dikushi që gjykoje me frikë. Ai që gjykon nuk duhet kese frikë prej dikujt, se nëse unë e them të vërtetën, po më kanosët dikushi. Ai që ka frikë se ne gjykon drejtën. Ai dhe shikoje ku është më I forti. Pse? Se në moment që ai dhe thotë të vërtetën, nëse ai më I forti del gabim, ai mundet t'i kërcënohet. Ai mundet t'i thotë unë të vras, unë të shduki, unë ta bëj këtë, ta bëj atë, dhe ki nga shkaku I frikës, ndoshta nuk e thotë të vërtetën. Prandaj, nëse ka stres dhe ka frikë, nuk duhet gjykoje njeriu. Po ashtu nuk duhet të gjykoje si ta pejgamberi a.s. kur njeriu është nervoz. Nëse njeriu është I nervozum, nuk duhet gjykoje në mes njerëzve, se njeriu në gjendje nervoze, në gjendje frike, në gjendje depresioni, nuk mund t'i shohe sende dhe t'i analizoje sakt. Po duhet kesi një qetësi. Pse tha pejgamberi a.s. nëse dikush I prej jush ta nervozohet duke qenë kam, let ulet. Po nëse është ulet dhe është nervozulet, shtrihet pa. Pra le ta ndroje gjendjen dhe pozitën e qëndrimit të trupit ti. Sepse njeriu përderisa është në gjendje stresit, depresioni, frike, nuk ka mundësi që të gjykoje drejt. Dhe nga ky rasti Davudit a.s. e kuptojmë se njeriu nuk duhet të gjykoje kur ka frikë. Po ashtu,
Këta dy melek I thanë, gjyko mes neve dhe mos unë nxito. Që nuk kupton, gjykaci nuk duhet nxitoj. Ai që gjykon në mes njerëzve, thirrën dikush, kemi një problem, hajdeve ta shohim ku është e drejta. Mos nxito. Analizoj mirë sendën. Analizoj mirë dhe pastaj në fund thuj këtu është e drejta. Dhe jo ende pa të sqaruar çështja, ti të vish në përfundim se kush e ka drejt dhe kush nuk e ka drejt. Dhe kështu edhe Davudi a.s. më njëherë I tha këti me një deli që I kish pas, I tha ti kje drejt, a këtë tjetrin nuk e dëgjoj. Nuk e dëgjoj dhe këtë tjetrin, a qka tha pejgamberi on a.s. Mos gjykoje gjykaci duke ndithët vetëm njanin, po duhet I ndihet të tudi palët. Se nëse ndin vetëm njanin, normalaj dhe mundohet dalen drejt. Po kur shkon të tjetri, edhe ai mundohet dalen drejt, e tash ti duhet bish përfundimin se cili është e sakt. Rall kje njeri që thot unë jam gabim. Shumica ka në qef dalin ata në drejt. A edhe me ditë se son drejt, ka qef dalin drejt. Dhe nuk e pranon gabimin askush. Nuk kanë thonë atë fjallën e urtë populata jonë, se faj është jetim. Do thot se merë kërkushi. Pse nuk e merë fajnë? Si cili ka qef dalin drejt, edhe ai që është gabim ka qef dalin drejt. E a mundet të di dalin drejt? Jo. Prandaj, ai që gjykon në mes njerëzve, thirrën dikush gjykojsh, I e gjykatës mes djemve tuj, dahën djem, daj drejt. Jo të anoj shka njani, po daj drejt. Po ki njani më do ma shumë, ki tjetri së më do unë dhe mbaj anën e këti që më do. Jo. Nëse është e drejta me këtë tjetri, me këtë thuje, jo ka ne do, ka se do. Se ka shumë prind, e mbajnë anën e djalit I cili e lakmon ma shumë, e atë tjetrit nuk e mba anën. A kur është pyetje drejtësia, nuk ka emocione, nuk ka në gjykim të krehish në bazë të emocionit. Pasi Davudi a.s. e kuptoi se u nxitu, se këto dy melek më njëherë dolën prej dhomës Davudit a.s. dhe në këtë moment Davudi a.s. e kuptoi se boni një lëshim, pra nuk e ngjoj edhe atë palën tjetër, po vetëm njënën palë, dhe atëherë ranë seçde, u pendu dhe kërkoj istikfar prej Allahu Gjeleshanuhu, se e bani nxitim. Pra çdo herë xhamat kur ta bëjmë dhe një lëshim, çdo herë kur ta bëjmë një gabim, çdo herë nëse e shohëm se kemi mendu mirë, ama nuk ka qenë mirë, duhet I lipim falja Allahut. Edhe nëse mendojmë se jemi drejt, gjykojmë drejt, përsëri ka mundësi të gabojmë. Si tha pejgamberi a.s. Vind dy palë, njani thot është ma I Zoti, folën ma mirë, ki tjetri ndoshta në drejt, ama së ne rumbullaksoje dhe së ne shprehe mirë mendimin, thot unë thot jap drejt këti tjetrit, ki mund tjesë e fajtor, po unë thot I ngjoj çka folin, dhe në fund t'ja jap drejtën këti. Po tha nëse dikant e qesun e në drejt, kur ai e din se nuk kanë drejt, le ta dije thot se ja kanë dajt një hise xhenemi. Pra nëse ti e fajtor, dhe shkon gjykohesh në gjykat, ose shkon te hoxha, ose e thirrën tjetrin, dhe lypën të gjykoje, ti e di se I e fajtor, ama ki e qef dalsh në drejt, dhe ti jam bështjell ma mirë, e fol ma mirë, e ki tjetri është në drejt, ama s'di të fol e mirë, dhe në fund ty ta japin hise se ti e në drejt, ta dish se e ke marrë një hise xhenemi. Më të bëj qefi se dole në drejt, nëse ti e fajtor, mës të bëj qefi se I e në drejt. Sot ka plot njerëz të cilët shkojnë edhe lypën tokën e huj. Katastari thot ma ka qitë që këtu. O zotni, ti a e ke blej deri që këtu. Ti e di se ku e kje kufinin e babës ton të babës plak. Po, a e di se që këtu e ke pas. Po ma katastari tash ma ka qitë një 2 metre ka kojshia. Ti a e ke blej dë njëherë, a e ka pagu I qatë. Po jo, po qka lypa tje. Po katastari ma ka qitë. Po ti si qëkësh janë bushish gjebin katastarit e gjimësën e lokës të e. Po nuk do të thote se ti të marrë shkatët të kandët ty. Se ta dish se ti mund të mashtrësh në këtë dunja, ama ti e merë një tokë, e merë një hise që tërkujt, ama dije se ke marrë hise xhenemi, e ke blej xhenemin, ma me ndojsh se ke fitu në dunja, xhenemin e ke blej. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm dhe çdo herë të mundohemi të jemi të drejt dhe edhe nëse mund të bëjmë ndonjë gabim gjatë gjykimit,
të lipim falja Allahu xhaleshanuhu, të bëjmë istikfar dhe të pendohemi se ka mundësi njeriu ndonjëherë të gjykoje me të pat drejt. Po ashtu ndodh ndonjëherë njeriu të shkon pas dëshirës vet, dhe Allahu xhaleshanu i tha Davudit a.s. tha gjyko me drejtësi në mes njerëzve dhe mos shko pas dëshirave tua, se të dëshira njeriun e largon prej rrugës Zotit. Pra mbaje drejtësinë dhe mos shiko që ja bësh qefin vetit, apo që ja bësh qefin shokit, apo që ja bësh qefin vllajt e tjetrit, duke e prish qefin e Allahut. Pra çdo herë shiko që je i kënaqur Allahu, se ai që mundohet t'i kënaqë njerëzit do t'i prishe punët me Allahun. A nëse i drejton punët me Allahun, Allahu t'i drejton punët me njerëzit. Allahu na drejtoft në rrugën e drejtë. Allahu na e boft mundshme çdo të jemi të drejtë dhe ta mbam drejtësinë, se Allahu xhaleshanuhu në bazë të drejtësisë e ndihmon atë popullat dhe nuk e ndihmon vetëm se është musliman, po e ndihmon kur e mban drejtësinë. Dhe inshallah taala ne jemi popull i drejtë që çdo herë dhe gjykojmë me drejtësi në mes njerëzve. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.